Që sot është një ditë historike për të mbijetuarit e dhunës seksuale, në veçanti për ata që ju kanë qasë kërkimit për drejtësi, për faktin që më heret të mbijetuarit qofshin ato gra apo vajza, duhet të legjitimoshin, duhet të hinin me një formë ku hinte edhe akuzuari edhe viktima e shumë herë edhe në prezencën e mediave, çka për shumicën e mbijetuarve ka paraqit edhe shqetësim edhe stigmatizim. Prandaj hapja e dhomës së sigurt e përkrahur nga ambasada britanike në bashkëpunim ngushtë me gjykatën themelore në Prishtinë, mendoj që është një hap i rëndësishëm në çështjen senzitive në relacion me krimet e dhunës seksuale që ne si organizate kërkojmë, por e kërkojnë të mbijetuarit e dhunës seksuale të luftës. 25 vjet pas luftës me ardhmë, me dëshmu, me ndarë rrëfimin ton para një trupi gjykues është mjaft traumatizues. Prandaj përmes kësaj dhome me të cilën kemi gjetë mirë kuptim me gjykatën themelore dhe nga sot është funksionale, të mbijetuarit e dhunës seksuale do të kenë mundësi të hyjnë komplet pa u legjitimuar fare, e ka një qasje shumë të lehtë, domethënë fare s'ka nevojë me hyj, ka qasja zyrtare, pastaj e ka një ambient që është shtëpiak, me një televizion ku e kanë një video ku informojnë për të drejtat e tyre, informojnë se si duket dhoma në gjykatore për faktin që është një moment ritraumatizimi kur të hyjnë aty edhe ballafaqohen, por edhe për ato gra dhe vajza dhe burra që nuk kanë fare dëshirë mu ballafaqu me të akuzuarin, kanë mundësi në formë elektronike nga kjo dhomë me dhënë intervistet. Sot na zyrtarisht e hapëm dhomën e dëshmisë, apo dhomën e safe room siç i thojmë, që fakt nuk është vetëm një çështje simbolike, një hapësirë fizike që është hapur viktimat, por ka një domethënie shumë të madhe për shkak të rëndësisë që ka në avancimin e mbrojtjes së drejtave të viktimave, që përfshin do të thotë ruajtjen dhe privatësinë, çështjen psikologjike që jepet në hapësirë dhe dëshmimin që mundet me jep në rastet kur janë edhe viktima të mbrojtura. Është pa e domosdoshme që nevojitet me qenë një hapësirë ku ato mundën me ardh paraprakisht mu përgatit, po edhe me dëshmu, për shkak se proceset gjyqësore janë gjithmonë të rëna edhe për dëshmitar tjerë në këto raste që janë edhe më të veçanta.